që na vodhën, që na korruptuan. Nuk kam asnjë negociat për të bërë me ju, sepse nuk negocioj dot as vizionin, as programin, as kontratën me ata që më kanë votuar dhe që ta bëjnë Shqipërinë një princesh të turizmit mesdhetar. Kurse ata që e dirigjojnë këtë janë opozicë, janë vegël e qeverisë. Vazhdon. Çfarë mendoni kur dëgjoni thirrjet e tyre Raman-Burg, Berishan-Burg? Po, me sa di unë, mandati mbaron në 2029 dhe deri në 2029 ne do vazhdojmë punën. Pastaj do bëhet bilanci dhe pastaj populli do thirrë përsëri të japi opinionin e vet. Mirëmbrëma, Xhiro me Syçin. Sot do të diskutojmë për çfarë do të diskutojmë tjetër? Për protestën, për çështjen e gjendjes politike sot, për protestën e cila ka kërkesë për të larguar të gjithë klasën politike të këtyre 35 vjetëve, kërkon ndërheqjen e kryeministrit Rama, e tjera. Spari, le ta fillojmë me protestën. A kanë të drejtë shqiptarët të dalin në protestë? Po, kanë shumë të drejtë dhe mund të them që këto protesta janë të vonuara ose janë të ardhura në një kohë kur ne kemi shku shumë thellë drejt të keqes. Por në anën tjetër, eksperienca na ka mësuar që gjithmonë, jo vetëm në historinë e këtyre 35 vjetëve, por në historinë e shtetit shqiptar, në sa herë kemi bërë përmbysje pushtetesh, ne kur nuk kemi ngritur një pushtet më të mirë. Në të kundërtën, kemi ndjekur shembullin e më të keqes dhe kemi ngritur atë më lart. Dhe kjo po ndodh dhe sot. Pra, keqen që ne e ndërtojmë në mënyrë permanente, nuk mund të rregullojmë brenda një nate, brenda një dite. Dhe ajo çka është më e rënda, është pra gjithë ata, dhe unë kam dyshimet e mia dhe për këtë protestë, që gjithë ata që dalin dhe thonë do të përmbysin pushtetin, kanë marrë lukën brez se është bërë deti kos. Mi po demokracitë moderne, ku kanë shtetin e të drejtës, të cilat për hir të vërtetës dhe ato sot janë në krizë, pra kemi një krizë sistemi në botë dhe një krizë vlerash, dhe si gjithmonë ne shqiptarët jemi në gjendjen më të rëndë, ashtu si me komunizmin, ku komunizmi i lindjes ishte parajs para ferrit shqiptar, edhe sot jemi të njëjtën situatë. Pra, as nuk kemi pse krahasohemi me Perëndimin, as me shtetet tjera, sepse ne si popull vim nga një kulturë feudo-bajraktare, me një mentalitet fshatar mizantrop, që nuk mendojmë larg oborrit shtëpisë, dhe kur flasim ne për natyrën, për ambientin, për të ruajtur bregdetin, jemi pikërisht ne shqiptarët që e kemi bërë llum. Kur i them llum, kemi jugu Shqipërisë nuk mund të quhet më river. Pyetjet tona i kemi parë që i bëmi, premi ashtu. Kështu që në këtë drejtim nuk është nevoja vetëm të drejtojmë gisht. Është e domosdoshme sot të bëjmë një katarsis vetvetes për të kuptuar që nuk shtyret më kështu dhe nuk shtyret më me mashtrime duke marrë lugën brez për ardh të mushun lugën se më ka ardhur rradha mu. Pra, në këtë drejtim e kam me protestën që momentin që u bë dhe si u bë, për mu ka dyshime. Që duhet dilshin shqiptarët protestë, që ka problemet korrupsionit, arrogancës pushtetit, të mjekësisë, të shëndetësisë, të arsimit, pa dyshim, që ka $1 miliard që nga kontrolli i shtetit nuk dihet ku janë.
Këto të gjitha të bëjnë që të revoltohesh, që i jepet pasuria kombëtare 4-5 vetëve, e tjera. Mirë po, të dalësh për të ardhur pushtet që të mushësh lugën e rradhës, mu nuk më duket e moralshme. Dhe këtu e kam, sepse në këtë tubim më shoh njerëz që kanë një gjuhë tepër banale, ka sigurisht dhe njerëz të rregullt, njerëz të ri, por ka dhe po ashtu njerëz që marrin podiumin me një lloj agresiviteti, me një lloj ignorance, do të them, në kuptimin që thonë t'hikje Edi Rama. Po më t'hikje Edi Rama. Po si hiqet Edi Rama? T'hikje kjo klasë politike. Po t'hikje, po si hiqet kjo klasë politike. Njerëz që thonë, i shkojnë njerëzve në për kafe, çonin nga kafja. Po unë të pris ty, nuk ta hek ty të drejtën që dalësh protest. Po pse i hek të drejtën atij të rrin kafe? Pse duhet jetë patjetër me ty? Pse kjo është tipike komuniste, kjo tipike e kulturës son shqiptare që ne nuk pranojmë mendimin ndryshe. Dhe kam thënë dhe përsëris, në qoftë se ne do vazhdojmë si popull ta shohim të keqen vetëm ke njeri, do të bim gjithmonë nga e keqen të keqe. Sepse në këtë të keqet që i ka ngritur Turqit, ne themi e ka ngritur njeri, e ka ngrit gjithë ata që i kanë shërbyer dhe i shërbejnë të keqes. Dhe në të keqes i kemi shërbyer më shumë se të mirës, dhe vetë themi që duhet zhduket kjo klasë politike. A mund të bëjnë moral dhe krijojnë rotacion ato që kanë shërbyer të keqes gjatë këtyre 35 vjetëve? A mund bëjnë moral dhe drejtojnë gisht media e cila ka kontribuar me politikën në këtë të keqe, duke përfituar nga politika, dhe media ka përdorur politikën, ajo politika ka përdorur median? Pra gjitha këto, pa u hap në një diskutim të sinqert, që të pranojmë të keqen tonë se cili ke vetja, dhe mos bëjmë disa engjëllin e disa djallin, ne nuk mund krijojmë atë që kërkojnë protestuesit Shqipërinë e re. Shqipëria është një. Për sa i përket atyre sentimenteve, me qeleshe, e me këngë patriotike, e ku ta di unë, e do të varim militare, do të bëjmë, ajo nuk ndodh. Ajo nuk ndodh. Nuk ndodh sepse e para nuk mund ta bëni, se nuk keni forcë ta bëni, dhe e dyta nuk ndodh sepse nuk ta lejon sot Europa, je në të tjera kushte. Tjetra, kur thonë jemi ngritur kundër diktaturës, ne mund të vëmë çdo emri kësaj gjendje sot, po vetëm diktaturë nuk është. Diktatura priste kokën. Kështu që këto të ri që nuk e njohin diktaturën, le të shkojnë të lexojnë pak edhe të shohin pak, filmime se ç'ishte diktatura. Kur flasi për varfëri, merre shihni fotografitë e asaj kohe dhe kuptoni se ç'do të thotë varfëri. Varfëri, njerëz që nuk kanë gjithë botën. Pra, nëse nuk i shohim gjërat me realizëm, nuk mund ndërtojmë as demokraci dhe as shtret drejtës. Për sa i përket dorëheqjes së Ramës, si do ta heqin? Pastaj për mos kalun atë absurdin që i japin 5 pika dhe pika parë është dorëheqja, po nëse jep dorëheqjen, ç'nevojë kanë më 4 pikat e tjera? Tjetra është, si do ta heqim? Do të shkosh prapë në rrugën politike. Në zemër të Korçës, një diamant i rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë, qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalonte Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Ai nuk pranon
ka 83 mandate, ka shembuj sa të dush në botë, vende demokratike, vende simbole demokracisë, Anglia, 18 muaj kanë menatorët me Margaret Thatcher në protest. Derisa e hoqi me dhunë. Janë ngrit 10.000 vetë, po më kanë të drejtë për shumë gjona, po për 10.000 vetë nuk mund të përmysim shtetin. Në qoftë se bohen, ja po jo jap dhe 20.000 vetë, në qoftë se bohet një paralizë kombëtare, atëherë nuk ka nevojë të thushet i Ramës largohen nga pushteti, sepse automatikisht i bie shteti. Ka dhe një rrugë tjetër, që është rruga e forcës, me që i përmendin fjalën revolucion, të morim pushkët, të rrethojmë kryeministrinë, të vrasim Edi Ramën, të vrasim Sali Berishën, të vrasim gjithë klasën politike, të vëjmë giotinën aty ke sheshi Skënderbej dhe fillojmë Republikën e Re. Bëjmë Robespierrin. Po edhe këte nuk dim ta bëjmë, se s'kemi lind ndonjëherë Robespierrin. Kështu që është mirë që t'i ulim pak tonet. Në anën tjetër, unë mendoj, me gjithë gabimet që ka qeveria Rama, me gjithë atë që nuk kishte transparencë për Zornecin dhe nuk kishte procedurat që i bënte, që duhet t'i tregonte njerëzve nëpërmjet një transparence, kjo që ndodhi ka ndikuar shumë keq për investimet e huaja në Shqipëri. A mund të heci Shqipëria pa investimet huaja? Thonë po shitet vendi. Unë nuk e di, nuk jam i qartë akoma. Po mirë, e dini sa kinez sot kontrollojnë në real estate New York, në Boston, Chicago, në Miami, në Kalifornia. Janë kinez, që kanë shku, kanë ble, prona, gjëra, kanë bërë ndërtime. A e marrin ato me vete do të në kinë? Jetojmë në një botë ku jetojmë në treg të hapur, me interesa financiare të atyre që kanë interes për të ndërtuar një vend. Nuk ka dashuri, ka interesa në gjithë botën. Ta hekim dhe ne fjalën dashuri na do ky e na doj, se ne duam vetën një rrallë parë, pastaj na duan tjerët. Për sa i përket asaj që pretendojnë protestuesit që janë ngritur për flamingot. Po që flamingo? Po ne bom me hik dhe laraskat këtë vend, harrut, që i kemi bo këti vendi me të djek pyet, po kush i bëri këto që dalin sot, këto të opozitës, po kush e shkatërroi pyllin e Golemit që ka qenë një mrekulli, janë pikërisht ato barbar që erdhen me dy gishta lart 90-ën, e hynë aty si fiset hune, aty e kudon, Tiranë e kudo. Dhe tashti, ligji 7501, ligji kriminal 7501, po e përsëris, një ligj shumë o kriminal se Enver Hoxha që sekuestroi pronat e pronarve, po i la aty tapit, hyrin tokën e tjetër në tokën publike dhe këto ja legalizuan. Pra legalizuan ilegalen për të zhvilluar instiktin e krimit. Dhe u kriju ky model. Dhe kështu u bë gjithë Bregdeti, kështu u bë Ksamili, kështu u bë Saranda, kështu u bë Palasa, kështu u bë Borshi, kështu po bëhet Jala. Mirë, sa atëherë na vika keq ne për flamingot. Ne kemi bërzon flamingot me kohë. E keni pa, pastaj çfarë dashurie kemi në për vendin ku plenat derdhen rrugëve. Ne që mendojmë për ambientin. Për mos fol për gazetarët që kanë një double standard, kur janë interesat e pronarëve të tyre, ato i mbrojnë dëtimet pa leje, dhe dalin thonë bëhet gabim që shemet, kur është Edi Rama apo dikush tjetër në sap, thonë, mirë ja bën, duhet ngrihemi që ka gabim qeveria. Pra, këtu ne jemi shkatërru në të gjitha qelizat. Dhe pa u shku një herë mirë vetë, pa pas një ndërjeje vetë, as kjo protest nuk zgjidh punë dhe as një protest nuk zgjidh unë. Përse i thonë që është protest historike, po. A ka pas protesta më të mëdha, flas to vitet e fundit, po ka qenë ajo e armëve, është harru. Ka qenë ajo e studentëve, u harru. Edhe kjo, në qoftë se nuk do të ketë një program të qartë, në qoftë se nuk do të ketë një strukturë, në qoftë se nuk do të ketë një udhëheqje që të dalit sqaroj çfarë
si do të ndërtoj vendin, si do ndërtoj institucionet, si do ndërtoj demokracinë, se këte vujmë ne. Atëherë qarë për të bërë rotacion, edhe rota rripa në vend. Le të rikë si është. Ka që kisha përsa i përket protestës. Një pik tjetër që është me rëndësi nuk më duket, por që duhet diskutu është heqja e vizës si sot Berisha sepse non-grata nuk ka pas. Kjo nuk ndryshon asgjë në raport të Berishës me votuesin shqiptar. Sepse votuesi shqiptar tashmë ja ka dhënë non-gratën Berishës disa herë. Dhe vetë Partia Demokratike po rrudhet dita ditës. Ajo që më duket e çuditshme dhe jo serioze do të thoja, është mënyra se si u hoq Berishës viza nga State Departmenti. Sepse është një qeveri që ishte dhe ne themi që atë vendosje të non-gratës e bëri Sorosi me Edi Ramën dhe tashmë ky krah thot që ja hoqen nëpërmjet lobingut të La Civita me sekretarin e shtetit Rubio dhe me Trumpin ja hoqen vizat. Por unë nuk besoj dhe nuk duhet besoj që State Departmenti është bërë si duty free shop për të marrë visa e për të dhënë visa. Unë këtë nuk e besoj. Është e çuditshme që citimi State Departmenti që i është hekur viza për arsye të interesit kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mundet, le të shohim, po nuk besoj çfarë interesi kombëtar ka Berisha që ka kaq e rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, koha do të sqarojë gjithçka. Kaq kishim për sot. Sot është edhe 35 vjetori i Partisë Socialiste të Tiranës, festohet në sheshin Italia, pak metra më larg janë protestuesit, deri tani çdo gjë duket e qetë dhe duhet të jetë e qetë. Ajo që i jepet kredi kësaj proteste është që për 13 ditë ka qenë paqësore, pa asnjë xham, pa thyrën asnjë xhami, asnjë zënke, dhe kjo tregon qytetari. Duhet të tërheq vëmendjen. Është e palejueshme dhe e pa tolerueshme me ligj në gjithë botën që fëmijët të merren në protesta. Po të ndodhi një incident aty, fëmijët vegjël me karroca, fëmijët vegjël moshën 5 vjeç, 7 vjeç, 10 vjeç. Ajo është protest. Mund ndodhi një gjë dhe eskalon. E dyta, përse duhet i ushqejmë fëmijët me këtë mënyrë? Lërin i fëmijët të rriten. Po ju them, është e ndaluar në gjithë botën marrja e fëmijëve në për protesta. E para është se nuk lejohet të manipulosh fëmijët, dhe e dyta është për siguri, ose kjo është e para, për sigurinë dhe jetën e fëmijëve. Çdo adult ka përgjegjësinë e vet, le të dali, le të bëjë çfarë det në protest, është i përgjegjshëm për vetën e vet. Kurse fëmia del në mënyrë të pandërgjegjshme. Dhe po të ndodhi gjë nesër atëherë, kush do të marrë përgjegjësi? Kaq ishte emisioni për sot.